opozita na bllokoi mandatet. A na I bllokoi kjo opozitë mandatet? Jo, leta sepse zoti me fajet. Zoti Halil, na I bllokoi mandatet, Halil. Jo, këtu s'du na me I bllokoi mandatet. Jo, s'du me bërë. Vet LDK-ja, na I bllokoi mandatet. Nuk na la me. Jo, e pa vërtet, zoti pa që du. Kush I bllokoi? Do la argumentin. Detyru me ndru. Ta ndëgjoj argumentin. Me ndru raportin. Po, është e vërtet që e tha Orbi, për herë po kemi pas në situatë ku s'mujnë me procedu me mandatet, me formë dhe mandatet. Jo, e pa vërtet. Po qyshe pa vërtet. Ta marrë fjalinë, të lutem. Konteksti I këtë kësaj është krejtësisht tjetër. Sepse për herë po ju keni bon ligj për qeverinë. Po çfarë Dhe ligji për qeverinë ne në 26 ta hinë në këtë publiku edhe votues të ju. Le ta lexojnë çfarë thot ne në 26. I ligjit që ju e keni 22-ën e keni votu në kuvendin e Kosovës. M'fal. Ai ligj saktësisht thot nuk mundesh me procedurë tutje si deputet edhe si qeveri. S'mundesh, sepse kjo konflikt interesi që e parandalon kushtetuta e vendit. Fal, Halil. Dhe ju keni thonë jo të dyat, ku I kanë vetë ministrat e ju, zot, se ju I duni me I kontrollu edhe ministrat e ju, jo veç tuj, m'falni.